Para se të marrë pjesë në konferencën e 4 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian në Luksemburg, Kryeministri Edi Rama është takuar me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Progresi i Shqipërisë në udhën drejt integrimit dhe takimi i Komunitetit Politik Evropian më 16 maj ishin në qendër të bisedës, zhvilluar në zyrën e presidentit Costa në Bruksel. Për numrin 1 të Këshillit Evropian, Shqipëria ka bërë progres në procesin integrues. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për BE-n dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatinë dhe për stabilitetin e kontinentit tonë, dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim edhe më tej grup kapituj për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë korrekt dhe duam që ta realizojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Por mendoj që kjo është po kështu një shenjë mjaft e rëndësishme për gjithë rajonin, sepse mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor është me BE-n e antarësimin në të. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi përkushtimin për të ecur përpara me bërjen e detyrave të shtëpisë për të arritur objektivin e mbylljes së negociatave brenda vitit 2027. Me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për të zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces. E pastaj edhe për samitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian. Ka shumë për të diskutuar, por në përgjithësi jam shumë inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi te imase të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. Pas Brukselit, Rama udhëtoi drejt Luksemburgut, ku do të çelen zyrtarisht negociatat për grup kapitullin që ka të bëjë me tregun e brendshëm, ku përfshihen lëvizja e lirë e mandrave, punëtorëve dhe e kapitalit, e drejta e vendosjes dhe e liria për të ofruar shërbime. Kapitulli për të drejtat e kompanive, ai për pronësinë intelektuale, politikat e konkurrencës, shërbimet financiare, si dhe kapitulli për mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit.